shini ju ti? Mirë ti me vapën si po kalon? Unë ti freskohem me dhaldi. Po. Me dhaldë të berë veti, të tundur 1273 herdi. Qa fleta, ajo bëtë mira? E merë kosin ti. Jedh ujdi. Po. Jedh krip. Po jo krip këshutit, blerë nga këto kripa këshuti. Po kripi Malaje, apo jo? Jo re krip që ka marrë të ushimorja ty të poshtë. Ja edhe atë ti. E tonë mirë. 1273, Po, se ashtu bëhet, se është formulli. Që të lashtë ti, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 vetë para ti e kanë bërë dhallën. Duhet atë në që të alëshoj atë ajo. Që të bëjë si eliksir. Po ti. Jo eliksirëre. O profet, do një fjallë edhe një gjë brënda... Po si e, se për këta u lidhat juve të më thajë. Jo për dhallën. Po dhalla ti, se të pini dhall ti. E do jeni të forë si dema ti, si viqa ti. Ashtu ti. E po ta shi. Ne i thëti. Si mështjera. Si viqa qumshti. O qëti dhe kishe këto po. O profesor, kalot e lafet më mirë burse. Kalojnë tek lafet, duke qenë se lafet e tepërta janë fukarallëk. Unë do të them pak lafe dhe sak lafe. Ashtu. Qa është? Ni hao? Ni hao. Do të themi fjalët kineze që i kanë vjedhur nga Shqipja. Ore kur që i ka për kinez që Shqipe? Ajo ka qenë ti. O qëpa? Urdo? O qëpa? Foli, profesor, foli. Se s'po të gjoja mirë. Gjo të shi. Ashu. Tashi, fjalët kineze që i kanë, do më thënë se Kina ti, ose kinez që janë tërsi ti, është me maljoqe e folur keq. Jare, ja. është shqiptuar keq. Qa thua? Do i kënë vjedh to që rinke me dreseja, profesor? Jo, i kanë vjedh kohën e Enverit, kur vinin atere që bënin këto azotikët gjërat. Nga atere i kanë vjedh. I kanë vjedhur para 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 21.000 vjetë më përpara ti. Po shpjego fjallën opresor. Ashtu ti. Kur pinim qaj kinez, do më kinezët pinim qaj shqiptar ti. Edhe i vunë emrin qaj kinez pasaj ti. Pa, mirë. Ashtu ti. Korupcion e gjallë, gjitha ne. Ashtu ti. Jepi. Ni hao ti. Qyti kinezi, kur u qpik gjua ti, i tha këti shqiptarit që kishte vajtur në kindi. I tha, qysh të themi ne, se një hao ti do thot që kemi ti. Se s'dini kinesë juve. Se anglisën e qani ju, po këto si dini ju. Se bon atere gjutë dytë kur e futi sala. S'deshin ti. Bravo ti përqendi djale. Bravo profesor. Një hao do thot që kemi ti. Edhe i thot që kinezi, ore, si ti themi që kemi njerëzve ne? Po thoj një hao, tha i edhe në regullje. Qa të them një hao, i ngeni një hao. Pra është një hao. Po ja me qa unë grit aty? Po me laka qenëza që mba. Ja. Po edhe me ekstrofizëm. Një hao. Edhe ngeni një hao. Po, në qipë se kaq. Ashu. Kemi fjallën orë ti, e di? Orë? Fjalla orë. Qa të më thënë? Është shqip. Orë. Orë dore apo orë muri? Orë djale. Po qa orë? Orë dore. Si qo? Po orë është, shqipë. Po dale rej. Si e? Që që e thonë kinezët orë? Ashu. Prita, se mos ka ne i koptim tjetër. Dziaomi. Dziosh. Zjosh! I thonë ata në kindi. Profesor Aman, profesor të lutem, mund ma shqiptosh dhe erë se ishte pak e vështirë. Zjosh! O zoti man. Do me thënë, zjosh! Do me thënë, po të heqim dzë-in. Dzë-in, ta heqim ti me ekstrofizëm ti. Edhe ta bëjmë se-a, ngelet sa-osh. Me fjallë sa-esht. Sa është ora? Ora. Po mirë ma a ishte... Zotim. Ora. Po ora me qa ngrijet aty, Ora është... Me lapostil. Ora e mërë atje, shikon të saati ti. Po. Profesor, po mirë fal, a ishte me maljoqe e volur ke. Po sa është Shqipe, kështu, Tiranëse. Po ishte me maljot i ardhur ai më, nuk ishte me maljot Tiranës. Ishte me maljot i ardhur në Tiranë, po shiko tani që me maljotët kanë ardhur në Tiranë. Po para vinin Tirasin me maljot punonin minerën e Qymërgurit. Po, e kuptoj, shumë mirë.
Kalo te tjetra. Po pëlqeva. Po shumë, mos e pyet më. Pëlqeva. Po shkullin flokët. Po shkul Bekës. Mos i shkulli se Beka i kishte gjata i bëri skutra ku të çoj më, bëhet qerosa.